As që e kishim ditur më parë, ja deri në sa kohë mund të ruajmë pulën në frigorifer. Ushqimi preferuar i të rinjve dhe të mëdhenjve i pasur me lëndë ushqyese dhe proteina. Mishi pulës dhe një vend të fortë në menun javore të familjes. Edhe nëse do të gatuhet për të gjithë familjen, e sigur është që të siguroheni të bëni më shumë vakte dhe maksimumi do të mbetet. Por për disa ditë me siguri që pula e gatuar do të ruhet në frigorifer. Në përgjithësi duhet ta mbani në frigorifer për maksimumi 3 ose 4 ditë në temperaturë 0 deri në 4 gradë. Sigurisht që luan një rol të madh edhe mënyra se si e ruani atë. Sipas USDA, pula duhet të vendosen në frigorifer brenda 2 orëve nga zjerrja, 1 orë në temperaturë ambienti mbi 32 gradë Celsius. USDA këshillon që gjithashtu të ngrohni atë edhe ta hani jo më shumë se sa mund të këshillohet. Nëse dëshironi ta ruani për më shumë ditë, atëherë duhet ta ruani në frigorifer në ngrirje.